Xhamat, pasi që folën në pjesën e parë se fjala la ilaha illallah shpëton njeriun në dunja. Muslimanët ja kanë borxh t'ia ruajnë gjakun dhe mallin dhe hedhjen e tij. Kurse në këtë pjesë do të flasim e që ka shumë për argumenteve që fjala la ilaha illallah e shpëton njeriun në ahiret dhe fut në xhennet. Prandaj, për argumenteve të shumta do t'i cekim disa prej tyre. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam që transmeton Utban ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, e shënon Buhariu, Allahu mëshiron. Thot عن عبان بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Që do thot nga Utban ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, vërtet Allahu ja ndaloi zjarin atij që thot nuk ka të adhuruar tjetër me merit posa Allahut, dhe e don këtë fjalë për hir të fytyrës së ndryshme të Allahut. Në hadithin tjetër, të cilën e transmeton Ubad ibn Sami, Allahu qoftë i kënaqur me të, e shënon Buhariu dhe Muslimi, Allah i mëshiron. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men shahida la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Që do të thot, kushdo që dëshmon se nuk ka të adhuruar të drejt pos Allahut i vetëm, i cili nuk ka ortak, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij, dhe se Isa alaihi salam është rob dhe i dërguar i Allahut, dhe fjala e tij, fjala e Allahut të cilën ja dërgoi Meryemit, dhe një shpirt prej Allahut, dhe se xheneti është hak i vërtet, dhe se zjarri është hak i vërtet, Allahu do ta futë atë në xhennet, sido që do t'i ketë veprat e tij. Në një transmetim tjetër thotë, do ta fusë në xhennet nga 8 dyert të cilën do të doj ai. Prandaj, në hadithin tjetër, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilën e transmeton Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, e shënon Ahmedi, Allah e mëshiron. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit, Allahu do të nxjerrë një njeri prej gjithë atyre njerëzve në atë tubim në ditën e Kiametit. Do ta pyet atë, a ke vepra? Do t'ja nxjerrë Allahu, do t'ja shfaq veprat e tij, sigillat, regjistrat e tij. 99 regjistrën e të ka. Regjistri është aq i madh, aq i gjatë, sa që syri e shikon atje fundin, një regjistër është kaq. 99 regjistra i dalin para tij, dhe Allahu i thot, shiqoj regjistrat e tua, a ke ndonjë vepër të mira? E shef se nuk ka vepra. Pastaj Allahu i thot atij, a ke ndonjë ankesë? Mos këta që ti kanë shkruaj veprat kanë gabu apo të kanë bërë padrejtësi diçka?
thot jo Allah, nuk kam ankes nga ata që i kanë shënuar këto vepra. Thot, a ke diçka ti? A e din që ke bërë diçka ato? Jo Rabbi, jo Allah, nuk kam asgjë. Atëherë Allahu Xhaleshanu i thot, ne sot nuk do të bëjmë padrejtësi ty. Sot nuk do të bëjmë padrejtësi ty. Janë nxjerrë pllakën, kartelën, të cilën shkruan vetëm fjala La ilaha illallah. Dhe i thot atij, prezento në vagën në peshorën tënde. Ja jep kartelën, dhe ato 99 regjistra në një anë të asaj peshorës, 99 regjistra me ato gjuna, me ato mëkate. E i thot atij, fute kartelën në anën tjetër. Thot, ja Rabbi, 99 regjistra në të. Çka do të bëj me këtë kartel? Çka mund të bën kjo kartel në gjithë këto vepra që i kam? Allah i thot, nuk ka sot padrejtësi. Nuk do të bëjmë padrejtësi askujt as ty. E fut kartelën në anën tjetër të peshorës. Kur e fut kartelën në anën tjetër të peshorës, ngritën ato vepra të këqija, fluturojnë nga ana tjetër e peshorës 99 regjistra. E peshon fjala La ilaha illallah. Anën e kurse ato tjerat ngritën dhe largohen nga peshorja. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asgjë që matet me fjalën La ilaha illallah. Nuk ka asgjë që peshohet me fjalën La ilaha illallah. Nuk ka asgjë që bëhet më rënd se fjala La ilaha illallah. Prandaj vëllezër o xhamat, vallahi të kemi kujdes. Të kemi kujdes. Ta ruajmë fjalën La ilaha illallah. Nga se kjo mundet me qenë shkak të shpëton në ditën e Kiametit.